Zbulohet lista e parë e Big Brother VIP 5 dhe data e nisjes. Ethet sapo kanë filluar. Prej kohësh flitej, por tani ethet për nisjen e edicionit të 5 të Big Brother VIP Albania vërtet kanë filluar. Data e përfolur e startit është 20 dhjetori, por ajo që mori më shumë vëmendje ishte lista e parë e emrave të banorëve që aludohet se do të jenë pjesë e shtëpisë, e zbuluar nga gazetari Olti Curri. Në videon e tij të fundit, vëmendjen kryesore e mori dyshja e ish moderatorëve të Wake Up, Engjina Sufi dhe Neada Muçaj. Duke ju referuar lajmeve të fundit për konfliktin mes tyre dhe largimin nga Top Channel, Curri hodhi dyshime shumë interesante. A mund të jetë ky sherr një strategji e mirëmenduar, thjesht për të gjeneruar vëmendje maksimale para hyrjes së tyre në shtëpi? Për Engjin, ai nuk i kurseu elozhet, duke e cilësuar si pikante dhe ideale për këtë forma. Lista e Oltit vazhdon me emra të tjerë surprizues dhe komente me të vërtetë epike. Angela Martini, për modelën e famshme, Curri u shpreh skeptik. Ai ironizoi se dikush që është mësuar me luks, Tropeze Mykonos, vështirë se do të mbjetoj me buxhetin e sallamit brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania. Robert Aliaj Dragot, artisti ekscentrik, i cili është edhe babai i ish finalistit Kristi Aliaj, është një tjetër emër i lakuar. Megjithatë, Olti ngriti një pikpyetje logjike. A do të pranoj 65 vjeçari të prish rutinën e tij për reality show? Eugene Plovishti, aktori i ri i Portokalli, i vlerësuar për imitimin e tij spektakolar të Loredanës. Të tjerë emra në listën e basteve të Currit ishin Ardi Murataj, Sabina Mete, Ina Pashollari, këngëtarja Lore, ish banori i Big Brother të thjesht Valer Kolnikaj, modelja Kleoniki Deliorgji dhe Jori Mersini. Mbetet për t'u parë nëse këta emra do të konfirmohen zyrtarisht kur të ndizen dritat e shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Një gjë është e sigurt, castingu duket me të vërtetë interesant.